الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Një prej formave me cilat ne shprehim madhrinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, e lartësojmë Allahun subhanahu wa taala, është edhe tasbihu, pra kur themi subhanallah. Kur ne e lavdrojmë dhe e lartësojmë Allahun subhanahu wa taala, e madhrojmë Allahun subhanahu wa taala në çdo gjendje. Sepse kur themi subhanallah, me këtë deklarojmë se Allahu është i pastër dhe i lartë nga çdo emet dhe mangësi, nga çdo e keqe. Pra, ashtu siç na urdhon Allahu në Kur'an ku thotë fasabbih bismi rabbikal azim, andaj ti lartësoje dhe madhroje emrin e Zotit tënd madhështorit. Pra Allahu po na urdhron që ne ta bëjmë tasbih atë, që ne ta lartësojmë, ta madhrojmë atë. Dhe kjo për arsyeën se Allahu subhanahu wa taala i ka emrat më të bukur dhe cilësitë më të përsosura. Për shkak se begatitë e tij dhe mirësitë e tij janë të shumta. Andaj lavdroje Allahun me zemrën tënde, me gjuhën tënde, me gjymtyrët e tua, sepse ai subhanahu wa taala e meriton një gjë të tillë. Ai e meriton që ne ta falenderojmë atë, të jemi mirëndjes ndaj tij dhe të mos e harrojmë kur atë, të mos i harrojmë kur të mirat e tij. Mirpo vazhdimisht ta kemi të pranishëm Allahun në zemrat tona, në mendjet tona dhe ta përmendim atë me gjuhët tona. Me gjymtyrët tona të jemi të bindur ndaj tij, të mos i shfrytëzojmë begatitë e Allahut për të bërë gjuna atij subhanahu wa taala. Andaj bëhu rob falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala, bëhu rob që e lavdron dhe i bën tasbih Zotit të tij. Madhroje Allahun subhanahu wa taala sepse ai është el ilahul haq, është i adhuruar i vërtet, i cili e meriton adhurimin tënd, tasbihun tënd. Lartësoje Allahun subhanahu wa taala nga ato gjëra të cilat ja kanë veshur paganët dhe jo besimtarët. Lartësoje Allahun me dhikr, lartësoje Allahun me namaz, me punë të mira. Vazhdimisht sillë ndërmend madhështinë dhe madhërinë e Allahut subhanahu wa taala, sillë ndërmend se Allahu është ala kulli shay'in qadir, është i fuqishëm për çdo gjë dhe se askush nuk është i barabartë apo i krahasueshëm me Allahun subhanahu wa taala, siç thot Allahu në Kur'an, leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk i shëmblen Allahu subhanahu wa taala, ndërkohë që Allahu dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Pra Allahu po na urdhron dhe po thot fasabbih bismi rabbikal azim, andaj lartësoje dhe madhroje emrin e Zotit tënd madhështor. Pra lartësoje dhe madhroje Allahun subhanahu wa taala nga çdo gjë që nuk i shkon përshtatim madhështisë dhe madhërisë së tij. Është transmetuar në një hadith nga Uqba ibn Amir radhiyallahu an, i cili thot lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, kur zbriti ky ajet, andaj lartësoje dhe madhëroje emrin e Zotit tënd madhështor, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë ajet praktikojeni në rukut tuaja, pra thuani subhana rabbiyal azim. Thot falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, lartësoje, madhëroje emrin e Zotit tënd më të lartit, na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Këtë zbatojeni, praktikojeni në sejdët tuaja, pra të themin e sejdë subhana rabbiyal a'la. Allahu është ai i cili jep sukses dhe na udhëzon drejt çdo të mire. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.